Eliona, Klodi dhe Londrimi kanë kaluar sërish kohë së bashku, duke krijuar një atmosferë që nuk ka kaluar pa u vënë re nga banorët e tjerë dhe nga publiku që ndjek çdo detaj të jetës brenda shtëpisë. Dinamika mes tyre ka qenë mjaft e afërt, me biseda të qeshura dhe momente që kanë tërhequr vëmendjen. Por një veprim i Elionës ka qenë ai që ka shkaktuar reagime të shumta. Në një moment të papritur, Eliona e ka kafshuar Klodin në krah. Një gjest që ka habitur jo vetëm atë, por edhe të pranishmit përreth. Ky veprim nuk duket të jetë izoluar, pasi sipas asaj që është vërejtur, nuk është hera e parë që Eliona sillet në këtë mënyrë ndaj Klodit, duke e kthyer situatën në një temë diskutimi mes banorëve. Reagimi i Klodit ishte i menjëhershëm dhe me tone habie, teksa u shpreh: "Ai e normal", duke lënë të kuptohet se veprimi i Elionës e kishte zënë në befasi. Momenti u shoqërua me të qeshura dhe komente nga Londrimi, ndërsa atmosfera mbeti me shakaz dhe një tensioni të lehtë, që e bën edhe më interesante marrëdhënien mes tyre. Ky episod ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut, i cili po ndjek me vëmendje çdo ndërveprim mes Elionës dhe Klodit. Sjellje të tilla kanë nxitur diskutime në rrjetet sociale, ku fansat po spekulojnë për natyrën e raportit të tyre, dhe nëse këto veprime janë thjesht shaka apo sinjale të një afrimiteti më të madh brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.